Jemi live. Përshëndetje nga Korça. Po bëj një live stream kështu të thjesht fare me telefon. Një video të thjesht. Shpresoj të mirë kuptoni nëse shikoni tridhje ose vibrim figurë, sepse kam thjesht telefonin në dorë, nuk kam as stabilizues as pajisje as gjë. Nuk kam ardhur sot këtu për të bërë një video këtu në Korçë. Gjithmonë kam dashur të vi këtu, sepse Korça quhet për dekor, ose për zbukurimet bukura për festat e fundvitit. Kështu që vendosa të vi sot. Fatikisht po bëj një video më të mirë me pajisjet që unë përdor zakonisht, por nuk prita gjatë. Vendosa thash të futem live edhe me telefon. Ndërkohë mund të bëni komente ose përshtypje, të jepni mendimet tuaja në këtë live stream që unë po bëj me video. Përshëndetje Leonard, përshëndetje. Përshëndetje edhe Avdiut që sapo na bëri koment. Siç e shohim, kemi 36 persona që na ndjekin live. Do doja që edhe ato të shprehnin një mendim të tyre për Korçën. Nuk besoj se ka qytet në Shqipëri që i bën kaq të bukura ato festat, sidomos festat e fundvitit. Mirëmbrëma Ilia, të përshëndes. Ilia është një miku im i vjetër i cili punon në operator i Top Channel në Greqi. Përshëndetje Pranvera, mirëmbrëma. Tashmë kemi 40 online, 40 persona. Atje poshtë kemi një rrugicë që është shumë e bukur. Unë sapo mbarova xhirimin të kësaj rrugicë aty. E kam pak të vështirë të eci sepse, siç thash edhe kur fillova live streamin, telefonin e kam vetëm në dorë, pajisjet i kam për të bërë një video tjetër. Shikoni sa bukur Korça, shikoni sa njerëz. Mendoj se këtu kanë ardhur persona ose vizitorë, si mund të them më saktë, nga gjithë Shqipëria. Shikojeni vetë pamjet edhe mund të komentoni. Fatikisht jemi në situatë pandemie, por kjo nuk i ndal njerëzit vinë të festojnë. Është e pamundur ndenja në izolim. Njerëzit janë të etur për të patur festa të tilla, sepse gjithë kjo periudhë ka qenë shumë stresante për njerëzit. Mirëmbrëma Marcelino. Kanë shumë njerëz që bëjnë foto. Edhe një pa kapuçes. Tu kemi edhe një balon, si mund të them, nuk e di çfarë mund të quhet ndryshe, balon. Gëzuar Marcelino. Gëzuar festat edhe për ju.
Tashme kemi 40 persona që na ndjekin. Ju them sërish me mbrëma atyre që na ndjekin. Shpresoj që të pëlqej video që unë po bëj. Është një video thjesht, një video më të bukur. Mendoj që do ta postoj nesër ose pas nesër. Hadi gezuane një vitë mbaj. E më lemo që Super e këtëm. Më pres po ato. Eu devo Ja pra Korça. Korça është ndërruar në një qytet feste me drita shumë ngjyrshe. Shikoni sa bukur. Këtu kemi edhe fotograf ose videograf që bëjnë foto ose video si për ne. Me mbrëma Lirë Zelo, faleminderit. Arjan Shaba. Mirë mbrëma, nuk mund të mungosh ti, vlla. Je një ndër fansat më të rregullt faqes time. Të përshëndes edhe kalofsh bukur festat. Kemi 47 persona që në ndjekin. Jam i kënaqur për këtë numër personash që në ndjekin. Unë tashme do të eci pak, mbase figura ka pak vibrim, për këtë kërkoj ndjes. Është një, si më të them, një tren i vogël ose një makinë, e cila është vërtet shumë e bukur. Shikoni sa bukur. Diçka e thjesht, diçka e bukur. Njerëzit tu bëjnë foto, video. Shikoni sa fantastike. Që koteci, këtë plevizi kë. Kalë të më të para, koteci që plevizi me. E dhe duha më të shumë. Mendova se ky ishte me bateri, por që nga tamam në motor. Vlado, s'pas ka vizitor shumë fri që pilajt ka. Dhe vizit të tani erdhe? Duhet edhe që pjesa plotësojnë rezervimet që Shikoni sa persona janë këtu. Jam i sigurt që këtu janë nga rrethet ndryshme të Shqipërisë. Mbrëma. Kalofshi bukur. Sa po përshëndeta forcat e rendit, cilët për mua janë njerëzit që duhen respektuar gjithmonë. Duhen përshëndetur sepse janë gjithmonë në shërbimin tonë. Nuk e di si dëgjohet me audion. Mirëmbrëma Bujar, përshëndes. I shikoj njerëzit shumë të lumtur në fakt. I shikoj njerëzit sikur mezi presin festat, janë tetur për festa, izolimi ka bërë të vetën, stresi ka bërë të vetën, kështu që mendoj që këto festa heqin disi stresin.
45 persona që na ndjekin live. I përshëndes të gjithë. Ju them mirë mbrëma, mirë se vini. Edhe gëzuar festat. Mirë mbrëma Belin. Sigurisht Korça Perl e thash edhe pak më parë që gjithmonë kam dashur të vi këtu për të filmuar ose për të bërë foto të ndryshme për festat e fundvitit, por pa mundësia për arsye të fluksit punës, profilit punës që unë punoj, e ka bërë të pamundur. Pandemia deshti që t'jem pak më i lirë edhe të angazhohem më tepër për video të ndryshme. Edhe për këtë pjesë jam shumë i kënaqur që jam më i lirë për të bërë video të tilla në terren, në natyrë. Është një ndër pasionet e mia natyra ose udhëtimi, kështu që të gjitha udhëtimet e mia ose lëvizjet e mia që unë bëj, unë shpeshherë i postoj në kanalin tim YouTube. Duke menduar që edhe fansat i pëlqejnë këto video. Sigurisht Kristiana, përshëndes. Do isha shumë kurioz për të pyetur njerëzit se nga janë, fatikisht, por nga që jam tip që vjen pak zor fatikisht, nuk e pyes dot, kështu që por jam i sigurt që nuk besoj se janë të gjithë korçarë këtu. Unë pak më parë isha tek pazari i Korçës. Edhe aty shumë bukur, bëra një video aty. Po Kristiana. Përshëndes. Edhe aty shumë bukur tek pazari, më pëlqeu shumë atmosfera aty. Po këtu ka më shumë njerëz. Ka më shumë vizitor. Ose më saktë, do doja t'i thoj më shumë turist. Fjala turist ka përshtypjen që përdore për të huaj, po unë e konsideroj ndryshe. Mendoj që edhe shqiptarët janë turistë brenda territorit të tyre, duke vizituar qytetet e tyre. Janë 44 persona që na ndjekin direkt. I përshëndes. Për festa do mundohem t'i bëj të gjitha qytetet, nuk mundem dot, po disa qytete. Përshëndetje Xheni. Përshëndes nga Korça. Do mundohem që t'i bëj disa nga qytetet, për shembull Tiranën e filmova mbrëm. Por nuk është kjo atmosferë në Tiranë. Absolutisht. Nuk mendoj se e kanë asnjë rreth tjetër, nuk mendoj se e ka këtë atmosferë që ka Korça. Ju mund të shikoni vetë pamje direkt. Këtu ka shumë vizitor. Mi mbra bujar. Në Liç dvi për kur. Për kur kockash, sepse çfarë do bëj aty? Përshëndes gjithsesi. Bëm pak ftohtë tu. Vërtet Xheni? Ndoshta? Po kaq njerëz nuk besoj se ka as atje. Besoj se ka, jo, ashtu është. Më bëhet qefi që është kjo gjë. Ndoshta pandemia ndikon, ata janë shumë strikt ndaj masave ose respektojnë shumë masat.
Këtu shikoj që jo të gjithë i respektojnë masat, ose mund të them që numri më i madh i personave janë pa maskë. Mendimi im personal është që në natyrë maska është e panevojshme. Gjithsesi, duhen respektuar masat. Autoritetet dinë diçka më tepër se ne. Më bëhet qefi Gjeni, faleminderit. Përshëndetje Lir Zela. Nuk e di si shikohet kualiteti i videos, sepse unë nuk mund ta shikoj dot. Jam me 4G, kështu që nuk jam i sigurt për cilësinë e videos. Shpresoj të jetë e mirë. Cilësia video audio. Lëviz pak të spostohem afër këtij globit këtu. O Gjeni, përshëndes. Unë nuk po flas, ju mund të shikoni pamjet dhe të komentoni. Shikoni sa të bukur brenda këtij globit. Shumë njerëz bëjnë foto. Gëzuar festat edhe ju, ju përshëndes. Më bëhet qefi për këtë mendim Lir Zela. Nuk e kuptova Gjeni. TV-ja i lartë. Shikoja sa radhë ka. Do ishte shumë bukur ta bëja live nga sipër atje, po shikoja sa radhë ka. Unë kam paktën kam 40 minuta që pres këtu. Kam 40 minuta dhe shikoj radhën të bileteria. Do doja shumë që ta bëja video nga sipër, nga lart, por shikoja vetë radhën. Shikoj sa njerëz ka që presin në radhë për tipën. Kështu që nuk mundem dot që të bëj video nga sipër, sepse ka shumë radhë. Distancë, jo. Nuk e di si duket në telefon, po kjo është shumë gjigande, është shumë e madhe. Kur të shfaq videot me dron nesër, ose maksimumi pas nesër do shfaqet kjo video. Do shikoni pamjet më të bukura që kanë bërë nga lart. Distancë nuk ka, po nuk ka as maska.
Natalia! Faleminderit Bojart, përshëndes. Ju kërkoj ndjes nëse shikoni vibrim në video, sepse telefoni kam dorë. Unë tani do spostohem tek pjesa e pedonales, kështu që figura mund të ketë pak vibrim. Faleminderit Gjeni. Afrohemi te vijat e bardha. Что мы чили? Визита Тоскана. Что парадис? Tani do t'ju bëj një pamje nga larg, shikojeni sa bukur. Kjo është pamja më e bukur. Të gjitha këto pamje kanë bërë nga sipër me dron, janë fantastike. Videon do të shikoni nesër ose pas nesër. Mendoj pas nesër sepse nesër e kam pak vështirë që ta editoj videon. Dikush nuk komentoi si shikohet video, ka është pastër, është dobët. Sepse jam me valët e rrjetit, kështu që nuk jam i sigurt për cilësinë e videos. Gjeni mund të bësh subscribe në kanal, aty i ke të gjitha punimet që unë bëj në kanal. Më bëhet qeve Bujar, faleminderit. Si po thoja Gjeni, aty i ke shumë punimet mia që unë bëj nga udhëtimet që unë bëj në Shqipëri. Mund të shikosh qytete të ndryshme të Shqipërisë, rrugë të ndryshme, edhe shumë gjëra të tjera. Dhe igli, po s'pada me vlla. Qa të gjeti? Ka dhe tipa t'til. Nuk jem laleri, o igli. Po, tani pas videos, sigurisht është vakti darkës.
Jo, nga parku jo, isha tek pazari, tek kjo pjesa e pedonales edhe në qendër tek kisha. Kaq munda të bëj sot sepse erdha pak vonë fatikisht. Kishte frikë edhe nga një orë, i çman, i ishte ti pak. Arkitektura me bukur. Jam duke ecur, kështu që video mund të ketë pak vibrim. Kërkoj ndjes për këtë gjë. Jo, bujar, jo, faleminderit. S'ka lidhje kjo me mirë me keq. Të gjithë punojmë, të gjithë jemi kolegë. Kështu që ty të përshëndes gjithësisë. Faleminderit për komentin. Shikoni sa vizitorë ka. Co wie? Janë 40 persona online që në ndjekin. Ju them faleminderit dhe ju përshëndes. Unë këtu duhet ta ndërpres live streamin sepse është shoftat fatikisht, telefoni kam dorë, kështu që falenderoj të gjithë që na ndoqën. Do rishihemi sërish. Faleminderit Gjeni për komentet. Atëherë ju përshëndes të gjithë dhe ju uroj gëzuar festat me Korça. Kalofshi bukur dhe ndiqni punimet e mia në kanalin tim YouTube. Kush nuk ka bërë subscribe, të bëjë subscribe. Kush dëshiron, kuptohet. Mund të klikoni në shenjën e zilës për të marrë notification sapo ngarkoj një video në kanal. Kështu që ju faleminderit dhe natën e mirë. Gëzuar.